Please welcome the chairman of the Board of Peace. Heshtja e kryeministrit në detyrë pasi presidentja Vjosa Osmani e bëri Kosovën antare themeluese të Bordit të Paqes, është cilësuar nga analist politik si nën vlerësim i një projekti me rëndësi të madhe për shtetin. Artan Muhaxhiri vlerëson se veprimi do të duhej të mbështetej. Pjesëmarrja e Kosovës në Bordin e Paqes është një moment shumë i rëndësishëm, prandaj edhe do të duhej që të përkrahen nga gjithë. Mirë po heshtja e qeverisë është tashmë tipike, sepse çdo herë kur nuk i konvenon diçka, atëherë e injorojnë për disa ditë dhe më vonë e thonë një fjalë kurtoazie. Presidentja Osmani është mes 19 liderëve të shteteve që të njëjtën firmosi Kartën e Bordit të Paqes në një ceremoni në Davos, ku protagonist ishte ideatori i kësaj organizate të re, presidenti i SBA-s Donald Trump. Shumë shtete, përfshirë ato kryesore të BE-s, ose kanë refuzuar të jenë pjesë e saj, ose kanë paralajmëruar të vendosin më vonë nën arsyen se organizata synon ta relativizojë rolin e OKB-s. Krahas Kurtit nuk ka reaguar as ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla, ndërkaq liderët e partive opozitare e kanë përshëndetur në nënshkrimin e Kartës së Bordit të Paqes nga ana e presidentes Osmani. As zyra e kryeministrit e as Ministria e Punëve të Jashtme nuk kanë kthyer përgjigje në lidhje me mospublikimin e një qëndrimi për këtë zhvillim. Muhaxhiri e quajti shkurt pamësi mungesën e mbështetjes nga qeveritarët. Në momentin kur ti e kundërshton një ide të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, atëherë nuk është e drejtë që të presësh edhe përkrahje, por faktikisht mungesa e një reagimi qeveritar është një problem shumë i madh politik, por edhe tregon një lloj shkurtpamësie në raport me projekte të mëdha të Kosovës. E analisti Basri Muja theksoi se nënshkrimi i Kartës së Bordit për Paqe përbën një mundësi të mirë për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Është një sinjal politik pozitiv i qartë ndaj orientimit të Kosovës drejt bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimit të paqes. Mendoj që ky hap gjithsesi e forcon profilin diplomatik të Kosovës. Mosreagimi ende i qeverisë së Kosovës mendoj që më shumë duhet parë si pjesë e një procesi koordinues dhe jo si një mospajtim. Presidenca e ka cilësuar historike përfshirjen e Kosovës si një nga 19 shtetet themeluese të Bordit të Paqes. Një ditë më parë, këshilltarja e presidentes Osmani, Donika Kadajbujupi, nuk e komentoi heshtjen e kryeministrit Kurti, por tha se çdo sukses i presidentes është edhe sukses i kryeministrit dhe gjithë Kosovës. E presidentes janë të arritur radhat e qeverisë dhe të kryeministrit Dana Siltas.